Autori i masakrës së Dajçit, Miklovan Parubi, ka mbritur në gjykatën e Shkodrës nën masa të rrepta sigurie. Teksa ka parë me pranga në duar djalin e saj. Nëna e Miklovan Parubit e ka vajtuar për sigjalli të birin. Rita Parubi e vë vete në vend të dy nënave që u vranë djemt nga dora e të birit. Më herët efektivët e policisë larguan baban e autorit nga gjykata pasi i druheshin frikës së një hakmarrje, ndërsa nëna qante në korridorin e gjykatës e tronditur dhe e shokuar nga ajo që ka ndodhur. Autori i masakrës së Dajçit deklaroi në gjyqin me dyert të mbyllura se ja kishin bërë borxh shokët me të cilët luante poker, Ndok Marku, Alex Prendi dhe Vincenz Kopshti, ndërsa viktima dhe kamarieri Kiti Molla janë qelluar aksidentalisht. Gjykata e Shkodrës dha masën e sigurisë arrest me burg për autorin e masakrës së Dajçit, Miklovan Parubi, dhe bashkëpunëtorin e tij, Marcel Shpiati. Autori i masakrës në Dajç të Shkodrës shkrepi 38 plumba në drejtim të shokëve të tij, ku mbetën 2 persona të vrarë dhe 4 të tjerë të plagosur pas një sherrri për lojën e pokerit.